Theu xhamin e një makine dhe sulmoi fizikisht shoferin duke I marrë çantën me para. Arrestohet 38 vjeçari në Durrës. Një 38 vjeçar është arrestuar nga policia e Durrësit pas një vjedhje me dhunë të ndodhur në lagje numër 14 në Shkozet. Sipas policisë, autori dyshohet se theu xhamin në një automjeti dhe sulmoi fizikisht drejtuesin duke I marrë çantën me para dhe një telefon. Operacioni policor I koduar objektivi çoi në identifikimin dhe arrestimin e tij, ndërsa materialet ju referuan prokurorisë për veprimet mëtejshme ligjore. Durrës finalizohet operacioni policor I koduar objektivi I theu xhamin në një automjeti dhe I mori me dhunë drejtuesit të automjetit çantën, ku brenda saj kishte një sasi të konsiderueshme parash dhe një telefon. Policia identifikon dhe vë në prang autorin. Shërbimet e Komisariatit Policisë Durrës në vijim të punës për parandalimin e vjedhjeve dhe zbardhjen e tyre të ndodhura më parë kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar objektivi. Në kuadër të këtij operacioni, specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Durrës identifikuan kapën dhe arrestuan shtetasin EH 38 vjeç banues në Durrës. Nga hetimet ka rezultuar se ky shtetas në lagje numër 14 Shkozet Durrës ka thyer xhamin e makinës dhe ka goditur me grushta drejtuesin automjetit, duke I marrë çantën ku brenda kishte një shumë parash euro dhe lek, si dhe një telefon. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme, për veprat penale, vjedhje me dhunë dhe shkatërimi pronës.